Kjo grua lau fytyrën me kafe për 7 ditë dhe rezultati i habitit të gjithë. Nëse keni shpenzuar ndonjëherë kohë duke përdorur internetin, ndoshta keni parë shumë produkte për pastrimin e fytyrës, shenjat e zeza, mirë po ne kemi ilaçin e duhur për ju, i cili do t'ju shpenzoj pak kohë. Filxhani i kafes tuaj i zakonisht njihet si një element i rëndësishëm i rutinës tuaj në mëngjes. Megjithatë, kafja mund të zvogëlojë inflamacionet duke u bërë shumë efektive për lëkurën. Mund të zvogëlojë rrafët e errta poshtë syve dhe kjo do t'ju ndihmojë në reduktimin e mbledhjes së gjakut nën sy, të cilat zakonisht shkaktojnë rrafë të errët. Gjithashtu, ky trajtim do t'ju ndihmojë që të thyeni depozitat e yndyrës nën sipërfaqen e lëkurës. Një vajzë e provoi trajtimin 7 ditor të kafes dhe rezultatet e saj ishin të dukshme. Rrudhat u zhdukën dhe të gjitha shenjat e fytyrës u larguan sa hapën mbyll syt.